Qeveria dhe opozita shkëmbyen sot sërish replika mbi gjendjen e ekonomisë së vendit në 100 ditët e para të punës së shumicës së re socialiste. Qeveria zhvilloi një takim të hapur ku renditi rezultatet e punës vet në 3 muajt e parë të ardhjes në detyrë. Ministrat përshkruan rezultatet e para dhe vështirësitë që po ndeshin në reformat e sapo nisura në arsim, shëndetësi, drejtësi, policim e të tjerë. Kryeministri Rama tha se në ekonomi Shqipëria ka trashëguar një model tipik tranzicioni ku rritja ekonomike ka ardhur pa punësim nga burime si të ardhurat e emigrantëve. Ai tha se qeveria po ndërton një model të ri ekonomik ku shifrat e rritjes ekonomike do të rriten njëkohësisht me shifrat e punësimit. Duke folur për paketën e re fiskale, zoti Rama tha se taksa e sheshtë është hequr tashmë. Taksa e sheshtë për ne është grabitje. Thjesht dhe qartë. Taksa e sheshtë për ne është padrejtësi. Taksa e sheshtë për ne është e papranueshme dhe ne e kemi hequr taksën e sheshtë dhe fal heqjes taksës së sheshtë dhe vendosjes një sistemi taksimit ndershëm që nga 1 janari do të përmbyset piramida e deri sotme për gjithë ata që taksohen për të ardhurat e tyre personale dhe do të kemi një tjetër piramidë ku kush është më lart në piramidën e të ardhurave do paguajë më shumë dhe kush është më poshtë drejt bazës do paguajë më pak. Kryeministri Rama shpjegoi taksat për kompanitë dhe i ftoi ato të luftojnë së bashku informalitetin dhe korrupsionin, duke i paguar shtetit taksat në rregull pa dhënë rishfete. Kush fiton më shumë do paguajë më shumë dhe sigurisht që 15% tatim fitimi për kompanitë është një taks shumë e ulët, edhe në rajon, edhe në Europë. Dhe nuk përbën asnjë lloj rritje të parësyeshme dhe asnjë lloj cënimi të xhepit të ekonomisë që ka të bëjë me kompanitë, por sigurisht ne mirë kuptojmë dhe e kemi ftuar dhe përsëri e ftojmë biznesin e madh të bashkohet me ne në luftën kundër informalitetit. Qeveritarët thanë se mbi të gjitha çdo reformë objektiv dhe rezultat do të jenë transparente dhe për çdo projekt të ri do të pyeten grupet e interesit dhe idetë e tyre do të shqyrtohen me kujdes. Pak pas takimit kryeministrit, opozita dha nga selia e saj komentet më negative për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës Lulzim Basha deklaroi se këto 3 muaj qeveria nuk ka ndërtuar, por vetëm ka zhbërë arritjet e qeverisë paraardhëse. Ai tha se si shumë fusha të tjera, edhe ekonomia është në ditët e saj më të errta. Çdo shqiptar ndihet dhe jeton sot më keq përveç qeveritarëve. Dhe më e rënda është se Edi Rama ka goditur në mënyrë fatale shpresën dhe optimizmin e tyre. Krimi dhe pasiguria jetës janë 2 dhe 3 fishuar. Administrata është gjymtuar. Ekonomia është në ditët më të errta. Zoti Basha përmendi si rezultate negative shkarkimin e nëpunësve nga administrata, gjendjen e rendit publik dhe shtyrjen e statusit kandidat nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Një tjetër përplasje politike nis nesër në parlament ku pritet të shqyrtohet projekt buxheti i shtetit dhe paketa e re fiskale. Mospajtimet mes pozitës dhe opozitës janë të thella, sidomos për sistemin e ri të taksave dhe tatimeve. Ajo që për qeverinë është një taksim i ndershëm, për opozitën është një rrezik për varfëri dhe papunësi më të madhe. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.